me të thënë ty që ti ki me agjeru qysh ka agjeru Ebu Bekër, Omar radiallahu anhum, është privilegj shumë e madhe. Edhe me e madhe se kjo, për shembull ka thënë Rasulullah a.s. falnu qysh më keni pa mua të falë. Të më thënë, agjerimin, salah, krejt adhurimet duhet me i ba qysh i kanë ba muslimanët e parë, shokët e Rasulit a.s. edhe qysh i ka mësu ata edhe neve Rasulullah a.s. E kjo është privilegj shumë e madhe për njerëzit. Me këta e kupton që nuk ka në islam VIP, une ja bajnë ryshje se une kështu jam une. Jo, nuk ka në ryshje. Krejt ja bajmë njajt. Sikur muslimani ma i thjesht, sikur muslimani ma i mirë, agjerimi i tyne do të me kanë me kushtet agjerimit. Njajt. Para Allahut azza wa jall, ndo që dikush e bani vepër ma mirë se sa i tjetri. Ama privilegje unë ja baj kështu se unë jam, nuk ka unë jam. Krejt rabë të Allahut azza wa jall. E që kja është aja drejtësia islame që nuk ka ti mi abo më nëryshe se ti je imam. Ja, ti si kur one, edhe one si kur ti. Njajt krejt. Një ezan në thirë krejtve. Nuk ka unë janë si, jo, krejt, bash, njajt. Të më thanë, nuk ka shumë dyrë për VIP të na, muslimat. Ka në derë për rabë të Allahut azza wa jall. Krejt e jetëm qasajde, e Allahu azza wa jall në baftë krejtve prej muslimanëve të mirë, e krejt bashkë prej banorëve të xhenetit.